Mirë dita, përshëndetje, Rald. Si e dashur? Si dukesh? Shëndeti mirë? Mirë. E si mos si eshi shëndetshëm me mollët, apo jo? Si vit është prodhimi mbarë shumë, Po, pavarësisht se patëm probleme me ngricat në disa varietete. po, e mësova. Po? Goldi është shumë mirë si vit. Pra kjo është moll i varietetit Gold. Ky është Gold Orange, në varietetet e reja që kanë hyrë Bravo. së fundmi në Shqipëri. Dhe siç e shikoni, prodhimi është shumë cilësor. Okej. Atëherë ju lutem 2 fjalë për historikun e fermës tuaj, të plantacionit tuaj, Rald. Po, neve kemi rreth 7 hektar sipërfaqe. 7 hektar sipërfaqe me moll. 7 hektar sipërfaqe me moll. Varietetet? Varietete nga më të ndryshme, Golde, Star King, Fuji, Grasmith, Hajdare, Paragold, Muzzo, kemi shumë lloje. Edhe këto varietetet e reja që kanë dalë Orange, Goldi, edhe shumë tjera. Janë shumë lloje për të përmendur. Kemi që në vitin 1993 që kur janë ndarë tokat, Po, me ndrimin e sistemeve. me ndrimin e sistemeve, Po. kemi patur plantacione të vjetra të sistemit parë. Tash i kemi kaluar në to me sistem mbështetës, plantacionet Që e të reja. thotë pemët e vjetra juve i keni larguar nga plantacioni? I kemi, po vazhdojmë me të rejat. Në moment kemi shtuar sipërfaqe Keni gradualisht, shtuar sipërfaqe. vit pas viti, Shumë bukur, dhe shumë mirë. tani po operojmë me këto sistemet e reja që janë me sistemin mbështetës. Okej, oj, po çfarë molle, Herald? Ka lezet, me të drejtën, ka lezet.